Bashkia e Vlorës shpall listën e familjeve dhe individëve që kualifikohen për të vazhduar me fazën e dytë të programit social kredi me kushte lehtësuese nga shteti për vitin 2025. Gjithçka në zbatim të vendimit të Këshillit të Bashkisë Vlorë nr. 3, datë 10/1/2025, për miratimin e zbatimit të programit të banesave me kosto të ulët, nëpërmjet kredive me kushte lehtësuese nga buxheti i shtetit, miratimin e sistemit të pikëzimit, nivelin minimal dhe maksimal të ardhurave dhe dokumentacionit që duhet të plotësojnë familjet dhe individët që përfitojnë nga ky program. Të vendimeve të Komisionit të Strehimit të Bashkisë Vlorë nr. 8, datë 20/8/2025. Mbështetur në deklaratën personale të aplikuesit dhe pjesëpërbërëse të formularit të aplikimit, kërkesë për të përfituar nga programet e strehimit social nëpërmjet ILBENJA për të ardhur në ndihmë të qytetarëve me qëllim minimizimin e kostave financiare dhe kursimin e kohës. Në njoftim thuhet se Bashkia e Vlorë merr përsipër të sigurojë dokumentacionin e përgjithshëm. Aplikantët do të plotësojnë dokumentacionin si vijon: certifikat personale aplikantit, certifikat familjare, vendim i gjykatës që i lën në ngarkim fëmijët për çiftet e divorcuara, vërtetimi i komisionit mjekësor të përcaktimit të aftësisë së kufizuar për individ me aftësi të kufizuara, urdhërmbrojtje lëshuar nga gjykata për viktimat e dhunës në familje, dokumenti lëshuar nga institucionet përkatëse për të miturit në konflikt me ligjin, vërtetim page nga punëdhënësi e shoqëruar me, vërtetim për pagimin e kontributeve si individ nga Drejtoria Rajonale Tatimore, vërtetim për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore mbas datës 1/1/2012. Për individët që figurojnë të regjistruar për qëllime tatimore, duhet të sjellin dokumentacionin shtesë: ekstrakt historik nga QKB, pasyrat financiare për vitin kalendarik të shtuar për personat e vetpunësuar e njësuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore, vërtetim nga organet e sigurimeve shoqërore për personat në pension. Bashkia njofton se afati i plotësimit dhe depozitimit të dokumentacionit pranë zyrës me një ndalesë në Bashkinë Vlorë do të jetë 4 javë nga data e shpalljes publike të këtij njoftimi. Për familjet ku ka aplikuar më shumë se një antar në fazën e parë, dokumentacioni do të paraqitet vetëm nga një prej tyre. Familjet dhe individët që janë kualifikuar në fazën e parë mbi bazën e të dhënave të vetë deklaruara në formularet e aplikimit, nëse në fazën e dytë të paraqitjes së dokumentacionit do të rezultojnë jashtë kritereve të këtij programi, do të shpallen skualifikues dhe nuk do të vazhdojnë procedurat me bankat.